shumë e nevojshme, na shërben marrim mullin, i punojmë një dhe makineria lartë, i qojmë pleun, gjitha. Mundësisht, kemi dhe gjërë bëkti të shpia, ti korrim dhe barin të ja qojmë të shpia. Si ka qenë përpara kësaj ndërhyrjeje? S'ka qenë kështu asnjëherë. S'ka qenë kështu, ka qenë jo kështu. Ka qenë shumë e keqe, shumë vështirësi. Dhe tash jemi shumë të kënaqur për rrugët që janë bërë, janë shumë mirë, janë bërë shumë punime. S'kan qenë këto punime më parë, na nevojitën rrugët, jo vetëm këtu për çdo vend, janë shumë të nevojshme. Është hapja e rrugëve. Kjo hapja rrugëve të tepër domosdoshme sepse gjithë zona këtu me mbledhjen e Ullirit për të shërbyer gjithë shërbimet atyre, kishte nevojë urgjente për rrugë sepse ishin pa rrugë fare. Kishte grashta zana që për të punuar atje me karrocë dorë menin kur vilin në Ullirit, me karrocë dorë shërbenin edhe për hedhjen e plerave, nuk kalonte freza për të vajtur, që kjo punë që është bërë tani, besoj, do na falenderoj gjithë shtatarët, se në rolin e kryeplakut që janë dhe këtu, se që kërkesë ka hershme nga gjithë zona, se bashkia nuk kishte mjete, këto mjete që merrte vini dhe nuk bënin punë cilësore, dhe se kjo punë që tani është bërë punë për të lavdëruar. Kështu që nga gjithë zona, besoj se do janë tepër të kënaqur nga puna dhe megjithatë është bërë punë shumë cilësore. Se gjithë zona e zhvillimit e ka vetëm ullishte, shërbim premtutare. Çfarë fshatra lidh kjo rrugë? I shërben. Kto është fshati Golemi i vogël, e lidh me Golemin e madh dhe del bashkë me fshatin Shegës, janë një kodë që ka të treja zona. Të treja zonat kanë lidhje njëra me tjetrën. Dhe kemi nisur rrugën që nga Shegësi, Golem i madh dhe Golem i vogël, të treja zonat. Shkas nga kërkesat e ngritura rishtazi nga gjithë fermerët që janë pjesë e njësisë administrative Golem, kemi marrë masa duke bërë kërkesat e mundshme në bashkinë Lushnjë për mundësuar një mjet cilit bën hapjen e parcelave të ullishteve kryesisht në zonat podrinore, cilët përfshin fshatin Allprenaj, fshatin Shegas, fshatin Golemi i vogël dhe Golemi i madh. Aktualisht kemi përfunduar fshatin Golem, Allprenaj, Shegas dhe Golemi i vogël. Për momentin jemi duke nisur punën në fshatin Golemi i madh. Aktualisht janë hapur rreth 40.5 diku më tepër gjatësi segment rrugore në parcelat e ullishteve. Kemi diku dhe 10 kilometra për të hapur në fshatin Golemi i madh. Rrugët janë hapur kryesisht në zonat podrinore, duke bërë për hapësirë 4.5 metrash, pra që plotësojnë standardet për të hyrë mjetet byçore dhe marrë të gjithë prodhimet e mundura fermerët. Ka pas problematike gjatë procesit të punës? Këto kërkesa kanë qenë të vazhdueshme nga fermerët. Ka pas një kërkesë në rritje të vazhdueshme dhe ka qenë diku 3 vite, 4 vite që nuk janë bërë ndërhyrje. Me këtë mjet nuk është ndërhyrë ndonjëherë me buldozerin që ka mundsuar bashkia tani. Kryesisht janë ndërhyrë me fadroma të vogla, por që ky mjeti ka bërë një punë goxha madhore dhe të mirë. Dashme kemi vujt me këto rrugë, e ne janë bërë shumë të mira. Vetë ju nuk kishit mundësi t'i hapnit? Po kemi që manë në 80 vjeç, ku punojmë do me krah. I falë bashkisë që na animoj, e ne hapi rrugët, jemi të kënaqur. Ja.